Në konceptin tonë, vizionin tonë, për flasë për zonën urbane, janë disa pjesë të cilat kanë me u shëndru në Qerdhe, në afat prej 6 mujsh, prej marrjes mandatit tonë, është AMF-ja në Ralin, është një objekt i cili i përmbush gjitha kushtet dhe kriteret për me u shëndru në Qerdhe, ka qenë ambulant e asaj zone, sot është e lone në mëshirë sfatit. Pa nevojë vetëm për ndërhyrje? Pa nevojë vetëm për renovim ndërhyrje, edhe është e gatshme për me fillu shumë shpejt me u shëndru në Qerdhe. I ka gjithsej 7 klasë aty, ka kuzhinën, i ka 2 banja, edhe gjithë hapësirën e nevojshme. Po ashtu në Ortakoll është një objekt i komunës i cili ka qenë i dedikuar për reprezentacion në kohën e ish Jugosllavisë, e tash përdoret vetëm me raste. Ai objekt në qendër të Ortakollit brenda 3 muaj do të shndrohet në çerdhe publike për zonën e Ortakollit. Po. E qartë. Për fund, jemi në fund bisedës, edhe sporti, kultura, mbështetja për ekipet e qytetit dhe infrastruktura. Atëherë, ne do të mundohemi në maksimum që të japim përkrahje reale për sportin, jo fiktive që e bëjmë sot. Ata që më përcjellin televizion e dinë që sot ti nuk mundesh me marrë një subvencion në komunë në drejtorinë e kulturës e një sportit pa i nda paret për gjys me dosta. Në qeverisën time betohem edhe zëtohem që nuk do të ketë kësi raste, absolut hiç. Në të beta borxhe dhe të punësimi, kur sistemin për me enal korupcionin se në komunën e Prizrenit, sot vendet e punës shiten 5, 10 dhe 15.000 euro, varësisht prej. Kjo është sekret publik. Unë kam dhonë edhe një deklarat në prokurorinë e Prizrenit edhe e falenderoj shumë krye prokurorin e Prizrenit, i cili ka marrë masat të menjëhershme edhe për konkursin fjalë, i cili ishte rihap tash para 2 dite, i njëjti konkurs, edhe pse është kohë fushate, edhe pse është ndoshta edhe nëse s'është e lejueshme, është jo etike. Me intervenimin e prokurorisë në Prizren është anuluar konkurs dhe ka mbetë diku 6 muaj derisa është rihap tash, për shkak se kanë gjetë shkelje reale që thamë. Sporti do të ketë mbështetje reale meritokratike, po jo vetëm sporti, edhe OJC-t, edhe shoqatat tona kulturore, ashtu siç duhet. Nëse gjatë qeverisës time një organizat do t'i kërkon 5.000 euro subvencionim, dhe nëse komisioni do t'i aprovoj atë subvencionim, ajo organizat do t'i merë 5.000 euro. Nëse i ka kërku 5.000 euro, edhe komisioni vlerëson që nuk ka mundësi me përmbush ato, nuk do t'ja japim 2.000 euro që shpja japim sot, për shkakun. Sepse as nuk po realizohet projekti, edhe as nuk po shkojnë idetë aty ku duhet për organizatat tona, edhe në pamundësi të shkretit për me ushtru aktivitetin e tyre, po detyrohen me i pranu edhe këto anomali që pëndodhin në komunën tonë. Krasniqi, të falenderoj shumë që gjetët. Faleminderit shumë për mësim. Faleminderit shumë. Do të shkëputemi me